Kujt ja merrte mendja? Kafeja bën mrekulli për lëkurë, ja si ta përdorni. Kafeja gjithmonë e më shumë po konsiderohet nga ekspertët si një mënyrë alternative për të pasur një lëkurë të shëndetshme. E pasur me antioksidanta ajo ndihmon në luftimin e radikaleve të lira të cilat dëmtojnë qelizat e shëndetshme të lëkurës. Kafeja është në mënyrë efektive si një rritëse e energjisë. Ajo ndihmon lëkurën për të zvogëluar shenjat e lodhjes dhe riparon edhe dëmtimet nga rrezet e diellit. Ajo ka përfitime të mira kundër plakjes. Vendosja e kafes direkt në lëkurë mund të ndihmojë në uljen e shfaqjes së njollave të diellit, skuqjes dhe problemit të plakjes. Është e mirë kundër problemit të akneve dhe puçrave, pasi ka veti antiinflamatore dhe antibakteriale. Llumi i kafes gjithashtu mund të përdoret kundër rrafëve të errët poshtë syve. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.